një element i ri i programit është mbështetja e shoqërive të përbashkëta. Shoqërive të përbashkëta në fshat midis subjekteve private, fermerëve, supermarketëve të vegjël dhe të mesëm të fshatit dhe bashkive. Ndërkohë që kemi dhe Ministrinë e Kulturës dhe të Turizmit, që ka pjesën e vetë të procesit në stimulimin e sipërmarrjeve që lidhen me turizmin, po gjithmonë dhe dua ta theksoj, kjo kredi, ky program, kjo linjë kredi është menduar për të vegjëlit dhe për të mesmit, jo për të mëdhenj. Sipërmarrjet e mëdha nuk do kenë mundësi që të kenë akses në këtë program, edhe sikur të bëjmë në ato truket që për fat mirë kemi disa që vinë nga sektori privat në qeveri dhe i kanë bërë vetë përpara, kështu që na kanë paralajmëruar se ku mund na futen të mëdhenjt, kështu që u kemi mbyllur të gjitha shtigjet.